Numri personave të prekur nga tuberkulozi në vendin tonë vijon të mbetet relativisht i ulët. Sipas mjekes epidemiologe Donika Bardhi nga Instituti i Shëndetit Publik, gjatë vitit të 2025 janë regjistruar rreth 240 raste me këtë sëmundje. Situata e tuberkulozit në Shqipëri pothuajse është në shifra stabil, krahasuar jo vetëm me vitin që kaloi, po edhe me 2 vitet më parë, që varion nga një numër nga 230 dhe 240, domethënë nga pas pandemisë deri tani. Pra jemi në shifra relativisht të ulta, konsiderohemi një vend me incidencë të ulët të rasteve me tuberkulozë. Shqipëria ka këto numër rastesh për shkak të zbulimit të hershëm të rasteve me tuberkulozë, sa më herët të zbulohet aq më i ulët është transmetimi tek ne, është edukimi i komunitetit ndërmjet personelit shëndetësor në gjithë Shqipërinë, trajnimet e ndryshme që janë kryer këtë 10 vjeçarin e fundit. Por si mund të përhapet tuberkulozi? Tuberkulozi përhapet vetëm ndërmjet ajrit, kur kollitesh dhe shritesh dhe në ambiente që nuk janë të ventiluara mirë, dhe qëndrimi për një kohë të gjatë me një pacient të infektuar, sigurisht rrezikon që të infektohet edhe personat e tjerë. Tuberkulozi shkaktohet nga bakteri Mycobacterium tuberculosis, i cili zakonisht prek mushkrit, por mund të dëmtojë edhe organe të tjera, si veshkat, trurin, shtyllën kurrizore apo lëkurën. Dita botërore e tuberkulozit ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi ndikimin e rëndë shëndetësor, social dhe ekonomik që shkakton kjo sëmundje.